ta largosh varfërinë dhe si të jap pasuria Allahu Dhul Xhelal. Të dashur vëllezër, nga Ebu Hurajra radiallahu anhu përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: vërtet Allahu subhanahu wa taala thot: o biri i Ademit, angazhohu me adhurim ndaj meje, do ta mbush gjoksin me pasuri dhe do ta largoj varfërinë. Në të kundërtën do t'i mbush të dyja duart me punë dhe nuk do ta largoj varfërinë. Nga Enes ibn Malik radiallahu anhu përcillet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e ka preokupim kryesor jetën e ahiretit, Allahu Dhul Xhelal do t'ja vendos pasurinë në zemër, do t'ja bashkoj punët dhe do t'i vi dunjaja duke qenë për ulur. E kush e ka preokupim kryesor jetën e kësaj bote, Allahu do t'ja vendos varfërinë mes dy syve, do t'ja shpërndaj punët gjithandej dhe nuk do t'i vi nga dunjaja vetë se aq sa është caktuar.